robi për çdo veprim të tij, i vogël a i madh, është përblehet o ndëshkohet. Ka në hadith edhe ai i cili i ndihmon vrasësit me gjysë fjalë, do të ringjallet në ditën e kiametit edhe në ballë mes dy syve shënon ajesun min rahmetillah, i dëshpëruar për rahmetit Zotit. Se njeriu për çdo veprim të tij që ndikon veprimi i tina, mi bën ndonjë haram, ndonjë gjëna Zotit, mi bën ndonjë zullum njerëzve, dije se je fajtor. Nëse në punë të hajrit, je hisenik shpërblim. Tek ne në Islam, robi për çdo veprim të tij, në raportet me ibadetet, çdo veprim të tij, në raport me shoqërinë, çdo veprim të tij, në raport me të mirat dhe me të këqijat, me vlerat dhe me antivlerat. Çdo veprim, i vogël a i madh, është përblehet o ndëshkohet. Për shembull, ta marrëm vrasjen, se një dukuri shumë negative e përhapur, ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai që vret njeriu, s'kem çam fol për ta, se dihet. Ka jetë drejt për drejta për mëkatin e vrasjes. Por atë shumë është mëkat i madh, saqë çdo dukuri shumë negative. Ka në hadith edhe ai i cili i ndihmon vrasësit bi shatri kelime, me gjysë fjalë. Do të ringjallet në ditën e kiametit edhe në ballë mes dy syve shënon ajesun min rahmetillah, i dëshpëruar për rahmetit Zotit. A myti kanë kë? Jo. A rehi kanë kë? Jo. Ka asnjë fjalit plot se ka fol. Këtë gjysë fjale. Ama që e gjysë fjale, qoftë edhe 1%, qoftë 5%, qoftë më pak se 1%, ja ka nimu vrasësit me shku deri te vrasja. Pra qoftë me gishtja ka ba, qaneshka, ose që kjo është. Ose ku dy që ka mund të më folë e gjysë fjale. E që në kuptan, dhe argument tjera kemi sa dush, e sjella këtë sa dush të tjera. E që në kuptan, se njeriu për çdo veprim të tij, që ndikon veprimi i tina, mi bën ndonjë haram, ndonjë gjëna Zotit, mi bën ndonjë zullum njerëzve, dije se je fajtor. Je hisenik. Nëse në punë të hajrit, je hisenik shpërblim. Për shembull, dikush ta ka nimu me gjysë fjale, në martesë, në shkollë, në punë, në një punë të hajrit që ke fillu me bote, një biznes, një sadakat, diçka ku ta diune, me gjysë fjale. Apo? Veç me gjysë fjale. Në veta në telefon, ose ta qenë një person, atje, thot ka bo filani selam. Qa po thu për filan personin? Të thu lëmë burri që është ai. Ose, i thua filanit, o filan, shë e udhën filanit, të kalën në përar tanë, në mëndan, selam për me e ki. Dhe e musëm në këthen ka laj, ty të këthen, dhe unë bëna sebe për vogël. Sa në snimoti, kur gjëne, as dhash par, as, është që filanit u selam, shë e udhën. Ose ngre pak mjegjen këtanë. Fenit plot, ka që kërë fjallë kalëzus. Por, këtë punë të hajri që i bënd të nëse botat të sevap, unë jam hisenik, të nashta se din heq. Tamam? Pro, edhe pozitiv, edhe negativ. Këtu të me pas parasysh besimtari. Kjo është rregull. Me politik, e me ekonomi, e me moral, e me thashatit të gjakut, të vrasat, të shpionazhat, të tradhtia, të të nëtë krejt. Andaj robi dohet më rujt, që po flet, që po vapran. Të keqin, mës më shmenal, për para mëse qa. Tamam? Mës më ish me largu, bile mës e lavdra. Së mësh me i të keqe, pa mës e mbroj. Hesht minimum. Hesht, bra. Kjo edhe në familje, dhe nëse ki babën, e ki nanën, e ki vlaun, e ki kriminal, dhe më mbroj ti para neve, kër flasim ma keq për ta. Kanë për mbroj. Para Zotit kanë për mbroj, para neve. Hesht. Muslimani ka përgjithësi ndaj shoqërisë. Ka përgjithësi ndaj shoqërisë. Këto janë rregullat përgjithshme, për të cilat flasim ne, duke bazuar në shariatin ton dhe rregullat e fesë ton, që nga Kurani, nga Suneti dhe me vonë nga mendimet e ulemave. Nuk ke të drejt me nejt parazit duar kryq ndaj të ligave që bën shoqëri. Po ashtu nuk gëzën me nejt parazit pasiv duar kryq për balë të mirave mës me shty për para. Mës minimum me thonë për na marë pëntor. A më nëshme thonë që ka që po. Ju lumë të djemë. Njerës të ndërtoj një orë, ata ndërtoj një shkollë, ata ndërtoj një rrugën. E mare mirë, ti me dha do pare, e me ka bërë farë të rënakupe, në farë lepate, e farkacime, dalë minimu njerëzve atje, e me thonë djeve që në marë Allahi jo dhe zohë të birë, që në mani njerit atje, po kretë ke mësë ndodhë, bilet një gotuj me vete, ose ma pak se kaqë, po në marë djemë, Allahu adhashtë marë, ju lumë të djemë, sa mirë djemë. A mëna që kaqë me po? Që kaqë?